Kuvendit të Shqipërisë, pra, të gjithë deputetët. Nëse do të ishte kështu si thoni ju, do të ishte në kushte ideale funksionimit. Unë kuptoj logjikën e veprimeve, se deri para 6 muajsh dhe i viti, keni parasysh çfarë shton. Unë nuk jam nga ata entuziastët e Spaku, me qëra fjalë Spaku në fillim fare, kur filloi me Sami Tahirin, e kam qytë si kooperativ, domethënë që ndante Videburgu. Kam mersish kritika. Por kam parë një gjë që është përmirësuar rrugës. Nuk është përmirësuar, ka treguar qëllimin e vërtet. Sepse unë nuk e kam besuar, qëllimi i vërtet është ta shkatërrojë klasën politike. I kujt? I ndërkombëtarëve, pra. Jo Spaku po mbështet ndërkombëtarëve, nuk ka fuqinë. Më fal, po polemik tani. Unë po le po them ndërkombëtarë, se nuk e di, mos më pyet për emra konkret. Po se thonë janë amerikanët tash. Për mendimin tim, janë pak të gjithë atje, unë mendimi im shumë modest, kërkoj ndjesë, nuk jam ndonjë kështu ekspert gjeopolitik. Unë mendoj që neve e mbara do na vi më shumë nga Europa se sa nga Amerika. Për arsye, po gjë tani edhe për PD-ja shpresonte nga amerikanët. Po ky është gabimi, pra, për ne ka ndruar flamurin, pra. Tani është bërë komedi, e kupton, një ndror flamurin, pastaj vjen. Nëse i marrim evropianët. Pra njëherë vendos flamurin e SBA-s, njëherë Gjermanisë, po thua. Po SBA-s, pra ka vënë Gjermanisë. Nëse i marrim, nëse kam çik kontakte me këta. Nëse i marrim evropianët, nga burimet e mia, s'po zgjat në shja, gjermanët janë më të avancuarit. Por francezët jo, nuk janë kritik. Italiania ti e ke parë se sa dashuron Edi Ramën. Britanikët janë pak më aktiv se kanë dhe probleme, por kështu që Evropa është copa. Holandezit diçka kanë folur, diçka vogël. Kur folën tani, le të shikojmë çfarë folën lidhur me ballukun. Këta folën, Gjermani, Holandezi, më duket se edhe britanikët, apo jo? Edhe suedezët. Britania para se të merrej vendim. Ndërsa francezi nuk foli, italiani nuk foli, që italianët i kemi shumë afër ne, se i kemi këtu. Kështu që nga kjo lloj Europe, prandaj edhe Gjermani nuk është se do të dalë. Po pakën tash i dim kush flet dhe kush nuk flet. Dhe më e bukur është që s'foli. Jo, po më e bukur është që s'foli as amerikani, që prisnim ne. Që një pjesë. Prisnin janë dy amerikanët që thonë që i kalojnë gjithë dosjet, i kalojnë ata njëherë. Kështu thonë. Unë nuk e di, se s'kam lidhje. Po, kështu thonë. Amerikanë nuk foli. Mendimi im është se s'ka folë amerikani, sepse kishte folur përpara jo. Edhe tani ju po thoni që janë këto interesat ekonomike, i ka mbyllur Rama në interes ekonomik, se Trumpi vetëm për ekonominë mendon. S'ka, edhe në Iran nuk do me bërë regjim change, kthej atë. Thot, tike ai të vinë një ajatullah që tjetë me ne. Tani ju po thoni që prisni ju që të nëndrojnë ajatullahun amerikanët ne. Jo mos unë bëra arsyetim komplet tjetër. Unë thash logjika e gjërave të arriturit deri këtu. Po që janë ata ka një projekt gjeopolitik. Patjetër. Po me Spakut. S'ka sens. Po pse? Po s'ka sens, pse do bëhej Shqipëri? Më fal, zoti Goc, po Spakun e kanë votuar në kuvend të gjithë deputetët. Unë kam një zëri, edhe opozita dhe edhe mazhoranca kanë votuar një zëri ngritjen. Si Spaku dhe IGKK janë struktura të ngritura në kuadër të procesit të negocimit me Bashkimin Evropian, drejtësia e re nevojitet për këtë proces. Jo SBA-ja, pra nuk ka implikim të drejtë për drejtë të SBA-s. Ju e thoni gjeopolitik me ndikim dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se pak a shumë kështu e artikuluar. Ideja është që si instancë është ngritur në kuadër të negocimit. Gjithë vendet e Bashkimit Evropian sot që kanë hyrë në proces negocimi dhe pastaj janë bërë anëtare, kanë patur struktura të prokurorisë posaçme dhe të Spakut.